Pas mbylljes së 3 kapitujve të parë të negociatave me Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama së bashku me delegacionin shqiptar në Bruksel ironizuan kundërshtarët politik, të cilët pretendonin se antarësimi i vendit po çalonte. Po si than, iku kjo punë, vate kjo punë, nuk ka më negociata, por në fakt, jo vetëm ka negociata, por u mbyllën 3 kapitujve të parë. Pra filloi numërimi mbrapsht, mbyllja e kapitujve, dhe ne, duan s'duan ata që s'duan, do t'i mbyllim të gjithë kapitujt deri në 2027. Megjithatë, përtej skepticizmit të opozitës dhe situatës politike në Tiranë, ndërkombëtarët kanë një qëndrim plotësisht mbështetës për integrimin. Në një deklarat, ambasada gjermane cilësoi këtë periudhë të Shqipërisë si një moment historik. Mirëpresim konferencën e 9 ndërqeveritare me Shqipërinë dhe mbylljen e përkohshme të kapitujve 25, 26 dhe 30, kapitujt e parë që u mbyllën në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kjo tregon gatishmërinë e Shqipërisë për të integruar në fushat kryesore të politikave të BE-s, për të thelluar bashkëpunimin në kërkim shkencor dhe inovacion, për të promovuar marrëdhënie më të ngushta arsimore dhe kulturore dhe për të kontribuar në forcimin e sigurisë ekonomike të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ambasada gjermane përsërit kërkesën për vijimin e reformave. Ne vlerësojmë përpjekjet e ndërmarra nga autoritetet shqiptare për të arritur këtë moment historik dhe i inkurajojmë ato të ruajnë këtë dinamik pozitive gjatë punës së mëtejshme për kapitujt e mbetur. Ne kemi besimin se Shqipëria do të ndërtojë mbi këtë progres, do të vazhdojë kursin e saj të reformave me të njëjtën vendosmëri dhe do të arrijë rezultate konkrete dhe të qëndrueshme, edhe në fushën e themeloreve. Në konferencën ndërqeveritare në Bruksel, zyrtarët evropian vlerësuan ritmin e reformave, ndërsa theksuan se ka ende punë për të arritur vijën e finishit, atë të antarësimit me të drejta të plota.